lëvizjeve të vendosje nuk mund të jap votën në Kuvendin e Republikës Kosovës pa marrëveshje paraprake. Pra, vota e vetëvendosjes duhet të paraprihet prej një marrëveshje paraprake, dhe kjo marrëveshje paraprake e ka afatin e së dielës së 13 korritit. Le t'i presim përfaqësuesit e secilit prej subjekteve që gjatë këtyre 3 ditëve të arrijnë dakordimin për të cilën kemi shprehur gatishmëri dhe interesim që të qenë. Kemi interesim e qeveri, zotit? Ne jemi të gatshëm dhe të interesuar që t'i marrim përgjegjësitë tona në ekzekutivin e ardhshëm, por kjo do të mund bëhet vetëm pas marrëveshjeve paraprake që duhet të jenë edhe sa i përket kursit të shtetit, pra në fushën e dialogut e të privatizimeve, por njëkohësisht edhe sa i përket programit të ardhshëm qeveritar dhe ndarjes së resoreve qeveritare më pastaj. Faleminderit shumë. Sepse në këtë takim ishim së paku 12 veta, që do të thotë secili nga 4 subjektet dhe nga 3 përfaqësues, dhe kishim shumë çka për të thënë e për të diskutuar. Ishte një takim shumë përmbajtësor, madje mund të them takimi më përmbajtësor prej se zhvillohen takimet e këtilla. Sot janë bërë saktësisht 1 muaj prej se ka ndodhur dakordimi që nuk do të lejohet qeveria e re e regjimit të vjetër. Para 1 muaji pak kush ka besuar që do të mund të kaloj 1 muaj dhe do të vazhdoj që partia në pushtet e partia shtet të mos arrijë që ta ndryshoj dakordimin tonë, por ja ku jemi pas 1 muaj dhe nuk ka ndryshim të dakordimit tonë sa i përket mos lejimit të ripërtrirjes së regjimit të vjetër me një qeveri të re. Jemi në fazën e bisedimeve, kur i kemi diskutuar në hollësi të gjitha çështjet sa i përket dialogut, sa i përket privatizimit e kështu me radhë, dhe ajo çfarë kemi arritur në fund është krijimi një ekipi të punës, i cili përbëhet nga një përfaqësues prej 4 subjekteve, dhe të cilët do të kenë afat deri këtë të diel që të merren vesh për dakordimin tonë.